Një shpërthim i fuqishëm tronditi fshatin Rrill të Lezhës mëngjesin e kësaj të shtunë, por fatmirësisht nuk pati persona të rënduar. Ngjarja ndodhi rreth orës 3:35 minuta ku një sasi lëndeplase u vendos në derën e një banese dykatëshe në pronësi të Mirashit, duke shkaktuar dëme të shumta materiale. Në momentin e shpërthimit brenda banesës ndodheshin bashkëshortët, të cilët fatmirësisht nuk posuan lëndime. Kryefamiljari Mirashi deklaroi se ishte në gjumë kur ndodhi ngjarja dhe se nuk ka konflikte me persona të tjerë. Në orën 13 natës më kanë vënë dinamitin te dera. Kanë rrezikuar jetën edhe familjes, asgjë më tepër, s'di për më tepër. Mos i nollt më, inshallah jam unë i funit. Lut Zotin ti jam unë i funit. Gjitha pajisjet e gjanat me derë blindume, gjitha i kanë hill nerë. Derën sipër e tjegullat lartë e komplet gjanat. Asë lloj, nuk më shkon menja te kurkush, te kurknja. Unë për natë rri me shok, dal veç që është asë gjanë, humor. Nuk keni konflikt? Jo, se kam le. Nuk e di ku ta çoj menën, se kush është taj që nuk kena probleme, 0. Me grua, fëmijët i kam jashtë. Nga 200 metra nga këtu, i ka ndodhur para 2 javësh një shokut, një fshatarit tim. E njëjta gjë. Pa ai s'ka kënë shtëpi, fati vet ka kënë në Itali. I baj thirrje gjithkujt që mos të merren me njerëz, me moshë time që jam në pensione me të tjerë. As me kërken, as me tri, as me kurkan, se kanë hallë njerëzit. Drejtësia, baj punën e vet. Me njëherë pas ngjarjes, në vend ngjarje mbërritën forcat e policisë, të cilët nisën hetimin për zbardhjen e rrethanave dhe identifikimin e autorëve. Banesa nuk ishte e pajisur me kamera sigurie, por grupi hetimor po analizon pamjen e kamerave të zonës që mund të ndihmojë në zbardhjen e ngjarjes. Gjithashtu po punohet për përcaktimin e sasisë së llojit të lëndës plase të vendosur në këtë banesë. Ky është rasti i dytë brenda 2 javësh në zonën e Rrillos ku vendosen lëndë plase në një banesë. Më herët një shpërthim i ngjashëm u regjistrua në shtëpinë e Tom Çungut, i cili jetonte në Itali, ndërsa edhe kjo ngjarje vijon të mbetet e pazbardhur.